diku në xhep, asnjëherë nuk e kërkon. Ashtu në humbur jam pa ty në këtë qytet, vetëm nata më shoqëron. Çdo gjë ishe për mua, jo, më nuk të dua. Jeti një vuajtje pambari, çdo gjë unë të pata, shkollë e mos u pregrava. Baby, diku tjetër gjesh për ti. Ishte nata me shi, kur ti erdhe përsëri. Pa ombre dhe pa xhaket, dhe më thua se asgjë pa mua nuk ka kuptim. Përsëri ti ma gënjen. Çdo gjë ishe për mua, jo, më nuk të dua. Jeti një vuajtje pambari, çdo gjë unë të pata, shkollë e mos u pregrava. Baby, diku tjetër gjesh për ti. Tani dita dhe nata janë të gjata dhe pafund, që kur i ke shkove ti. Tani çdo gjë që pata i ku larg në Perëndi, në një rrugë të pakthim. Çdo gjë ishe për mua, jo, më nuk të dua. Jeti një vuajtje pambari, çdo gjë unë të pata, shkollë e mos u pregrava. Baby, diku tjetër gjesh për ti. E të dashur miqur, rikëthyem në studio për të vazhduar me bashkëbiseduesen e ftuar për ditën e sotshme në emisionin tonë Weekend, dhe ajo është Saranda Imeri Stafaj, ndryshe si artiste, por kohës fund të shohim shumë edhe në politik. E sot çka do flasim, do e shihni në vazhdimsi. Përshëndetje Saranda dhe mirë se erdhe në studion e emisionit tonë Weekend. Përshëndetje. Është kënaqësi të të kemi sot e të flasim për shumë çka me ty. Mirë se ju gjeta, kënaqësia edhe e imja. Mund të ulesh, të akomodohesh dhe të na tregosh se si po ndjehesh sot në një emision kulturor. Them drejtën, derisa po vinim këtu në studio, më gjallën ca emocione, ca kujtime të bukura, në kohën kur unë kam qenë studente në Shkup, dhe shpesh kam ardhur në këtë studio këtu, në këto hapësira, ishte një emocion i veçantë, pra një ndjenjë kënaqësie. Apo? Me qenë se për herë të parë të kam të ftuar në studio dhe për herë të parë po flasim së bashku, në zakonisht bisedat i kam qef, me qenë se janë edhe biseda Weekendi, kam dëshirë të flasim ashtu për qenë nga fëmijëria yte e deri më tani. Unë dua të di se si ka filluar rrugtimi yt me muzikën. është një bisedë dhe janë ca pyetje të cilat më parashtrohen çdo herë dhe çdo herë i përsëris, mirë po çdo herë që i përsëris aq më tepër aq më mirë më bën të ndjehem, pra. Normalisht çdo gjë ka filluar nga fëmijëria ime. Nga fëmijëria ime. Unë këndoj
qysh kur mbaj mend, dhe më vonë në moshën të themi 3-14 vjeçare ky talenti imi u zhvillua më tepër, ku unë fillova të jem prezent si në skena më të vogla, ato shkollore, dhe pastaj unë gjita në skenat më të mëdha. Talentin për herë të parë më ka zbuluar babai im, i cili më përcillte shpesh në mandolin kur këndonim në shtëpi, dhe mbaj mend një darkë në shtëpi duke qëndruar, dhe ai mori mandolinën dhe më tha, ai të këndoj një këngë. Dhe unë fillova, dhe ai u kthye dhe më tha, po ti këndo ke bukur bre? Ky ishte ai momenti që shpesh herë më sillet në kokë edhe më kujtohet pra se si ka filluar rrugtimi im në skenën e muzikës. Për më trego, e mban mend daljen tënde të parë para publikut? Daljet e mia të para kanë qenë fillimisht në skenat shkollore, si thash, në shfaqjet e ndryshme që përgatiteshin në shkollë, ku mirëpritesha shumë nga bashkëmoshatarët e mi, nga mësuesit, profesorët e mi, normalisht. Mirë po, një rast të veçantë do ta ceki kur për herë të parë kam dalë në skenë në stadiumin e Tetovës. Ishte një koncert i grupit Elita 5, ku unë isha e ftuar si mysafire speciale. Ishte koha ku unë edhe incizova albumin tim të parë dhe isha mysafire speciale e tyre. Ishte një privilegj normalisht, sepse në atë kohë të ndash skenën me një grup siç ishte Elita 5 ishte me të vërtet privilegj i madh. Dhe mund të paramendoni tëraj stadium, tëraj publik gjigant, dhe si mund të ndjehet një 15 vjeçare. Nuk po mundem të paramendoj do të fare. Po. Është me të vërtet emocion i madh. Ishte një emocion që nuk përshkruhet. Arritet të këndosh? Po. Arrita të këndoj. U dridh zëri? As pak, sepse... Okej. Bravo. As pak, sepse një punë kur din ta bësh mirë, normalisht ajo të trimron më tepër, të jep kurajo, dhe normalisht mënyra se si reagon publiku, ajo të jep guxim edhe më tepër të jep. Apo jo, do me thënë, që nga mosha 15 vjeçare në atë publik gjigant, me artistë të mëdhenj, ti e fitove vetbesimin. Po. Krijove një farë vetbesimi. Definitivisht. Dhe më pas, ishte me lehtë gjithçka për ty? Vazhdimësia? Shikoni, për artistin çdo herë kur del në skenë është sikur të dalësh për herë të parë. Unë mendoj jo vetëm për artistin, por çdo njeri që është përballë ekranit televiziv. Po. Normalisht, ka njerëz të cilët e përballojnë më mirë, më lehtë. Po, më mirë edhe më lehtë normalisht. Ka njerëz të cilët nuk mund t'i kontrollojnë emocionet, edhe ajo është normale. Mirë po, çdo herë brenda vetes e gjen atë dëshirë për të treguar atë më të mirën tënde që e ke brenda, për ta ndarë me publikun. Patjetër, është shumë saktë kjo që thua. Po më trego se cilat kanë qenë inspirimet tuaja artistike? Ke pasur ndonjë artist tëndin të preferuar? Shikoni, unë kam jetuar, të themi, fëmirin dhe rinin, e kam jetuar në vitet më të arta, vitet e 80-ta dhe të 90-ta. Koha kur skena e muzikës edhe e vendit, mirë po edhe ajo botrore, kishte një veçanti, kishte një vlerë të mirëfillt. Unë qysh atëherë kam ndjekur shumë muzikën botrore, sidomos pop rock, ku kam pasur disa idhuj të themi që çdo herë më kanë inspiruar. Dhe normalisht mos e harrojmë edhe muzikën tonë, ku unë do të veçoja disa këngëtarë të cilët çdo herë i kam pasur si pikë referimi. Dhe e kam çmuar punën e tyre dhe i kam dëgjuar me ëndje këngët e tyre. Vlen këtu të ceki, sepse pikrisht para 2 netëve pash, Armend Rexhepakiçi kishte lansuar albumin e tij të radhës. Ai ka qenë njëri ndër figurat që çdo herë e kam përcjell në televizion dhe çdo herë e kam adhuruar muzikën e tij. Sipër nga tekstet dhe nga vlerat muzikore që i ka pasur. Dhe të them të drejtën më ngjalli tepër emocion,
Dhe ishte një rikthim tepër i mirëpritur, sidomos për ne që jemi pak në moshën mesatare, të rikthehet në skenë një ikon, të themi që me të vërtet ka çka t'i ofroj publikut. Definitivisht. Me thënë, këta kanë qenë... Shërën kupton mund të presim diçka nga ti. Nuk dihet. Asnjëherë nuk është vonë. Për artistin asnjëherë nuk është vonë. Ne kemi yje të botës të cilët edhe në moshë të thyer, në moshë 80-90 vjeçare ende po mirën me aktivitete, si në film, si në muzikë, edhe në sferat të ndryshme të artit. Shpirti një artistit mendoj që asnjëherë nuk plaket. Asnjëherë nuk plaket dhe asnjëherë nuk pushon. Shumë e vërtet. E mban mend ose cili është një moment i paharuar në karrierën tënde muzikore? Shikoni, atë që thash dhe më parë, çdo dalje në skenë është e veçantë për një artist, për një A keni këngëtar. pasur ndonjë emocion të veçantë në ndonjë koncert ose në ndonjë paraqitje tënde, ashtu që e në kujtesën tënde gjithmonë? Po, më kujtohet dhe ajo ka ndodhur, të themi, tani, më vonë, ku me tërë atë bagazh artistik që e kam pasur dhe me gjithë ato dalje para publiku dhe para skenës, ka qenë një koncert që u mbajt në Gostivar, ishin netët e kulturës dhe njëra ndër ato net ishte rezervuar për mua dhe për bendin tim. Dhe përgatitëm një program goxha të bukur me këngë të vjetra të përpunuara në stilin pak më modern. Dhe mbaj mend të filloj kënga e parë, e dyta dhe në të tretën, më kapi një farë lloj emocioni, sa që më mungon të vetëm pak të iki nga skena edhe të dalë. Dhe me thënë, ishte diçka që nuk e kisha përjetuar më parë dhe nuk mund ta përshkruaj. Ishte një emocion tepër që ndikoi edhe në organizmin tim, pra, më lëshoi fuqia, më lëshoi. Dhe vetëm u ktheva, pash antarët e grupit dhe desha t'ua bëj me dije se unë shkova, mirë po që ndrova. Ku e more forcën në atë moment? Them të drejtën, sot e kësaj dite nuk e di. Do më thonë, është me të vërtetë diçka interesante, sepse janë disa gjëra të tilla që të kanë ndodhur ty edhe shumicave të artistëve ku publikun nuk i sheh, por janë disa përjetime që ti përjeton dhe nuk mund ta besosh që do të mund në atë moment ta relaksosh publikun për ato minuta muzikore që ke pasur. Unë kam kujtuar në atë moment, sepse normalisht është xhiruar ajo pjesë, dhe unë kam kujtuar që ai emocion dhe ajo gjendja ime momentale është kapur nga kamerat. Mirë, po në kamerë nuk duket asgjë fare. Është interesante edhe kjo gjë. Po, më trego sa, ka qenë e vështirë të balanconi jetën tuaj private me atë profesionale? Shikoni, unë kam pasur fat të martohem në një familje muzikantësh, të cilët tërë jetën e tyre ja kanë kushtuar artit të bukurës dhe këngës së mirëfillt. Bashkëshorti im gjithashtu është muzicient, mirët me muzikë, po edhe tërë familja e ngushtë e tij. Dhe kjo është një privilegj për mua dhe ka qenë një fat për mua të jetoj në një familje ku kuptojnë çdo aspekt dhe çdo moment të kësaj pune. Sa i përket balansimit të jetës private dhe kësaj jetës profesionale, unë mendoj se ja kam dalur shumë mrekullueshëm, për shkak se kam pasur ndihmë edhe normalisht kam pasur përkrahje dhe vazhdoj ta kem përkrahjen. Edhe që mendoj që ke me të vërtetë ndikon shumë. Definitivist. Edhe tek ti pozitiv në këtë rast. Po. Si të them, ne jemi familje hareshme. Këndoni vazhdimisht në shtëpi? Këndojmë, jo vetëm këndojmë, po miremi edhe me ca gjëra të tjera. Krye këput që kanë të bëjnë me artin. Unë nga natyra jam njeri i hareshëm, e dua jetën, e dua pozitivitetin, jam tepër optimiste jam, dhe çdo problem dhe çdo sfidë që më del para në jetë, qoftë mua dhe qoftë dikujt nga familja e afërt, unë mundohem ta nxjerrim më të mirën nga ajo. Nuk brengosem për gjëra të cilat nuk kanë ndodhur dhe që nuk e dim a do të ndodhin. E shoh jetën të bukur për momentin
Dhe them me vete, po kur të vi problemi, atëherë do të ballafaqohem me problemin. Nuk harxoj energji për një problem i cili nuk e dia do të më ndodh. Dhe çdo herë ja kam dalë dhe çdo herë sfidat e jetës në krah meje pra kanë pasur një epilog të bukur. Kanë përfunduar bukur, kanë përfunduar. Ndoshta që i me shtruar gjërat, ashtu siç po. Unë mendoj se shumë ka të bëjë me energjinë e njeriut që e ka brenda dhe atë që e përçon. Dhe kjo është ndër arsyet që unë në jetë u iki njerëzve negativ, u iki njerëzve të cilët ankohen çdo herë, u iki njerëzve të cilët për çdo zgjidhje kërkojnë problemin. E jo të kundërtën, për çdo problem që kërkojnë zgjidhje. Ashtu më ka falur natyra dhe e kam, si të themi, e kam kultivuar gjatë jetës time dhe mundohem ta mbaj derisa të më zgjas jeta ime. Po më trego, ishte një vendim i planifikuar apo ndodhi natyrshëm kalimi yt nga muzika? Në politikë. Politikën e kam pasur pasion, kam përcjellur çdo herë, edhe pse jam marrë me muzikë. Babajn e kam pasur politikan dhe çdo herë në fytyrën e tij lexoja për zhvillimet politike, a kanë kahje pozitive ose negative. Dhe domosdo, kur ke një njeri të tillë në shtëpi, ti ose direkt ose indirekt ti përfshihesh në ta. Dhe kanë qenë ca periudha të turbullta, me turbulenca në familjen tonë, sidomos konflikti i vitit 2001, ku kemi qenë direkt të përfshirë, ku çdo natë prisni me padurim se çfarë ndodh, çfarë ka, a do të marr fund, si do të marr fund, çka do të dalë nga kjo. Dhe çdo herë në bisede sipër i kemi analizuar dhe i kemi biseduar këto gjëra. Dhe them drejtën, politika çdo herë ka qenë prezente në jetën time dhe në familjen time. Mirë po, asnjëherë nuk ma ka marrë mendja se do të marr një hap të tillë dhe unë do të vazhdoj hapat e babait tim në këtë aspekt. Mirë po ja që jeta të sjell ka të papritura, normalisht, sfida të reja. Kjo për mua. Ishte vështirë largimi yt nga muzika? Po shikoni, unë nuk mund të them se jam larguar nga muzika. Unë do të jem prezente në skenë. Më falni, pauzimi yt nga muzika. Unë do të jem në skenë derisa publiku të më kërkojë dhe derisa njerëzit do të kërkojnë të më dëgjojnë. Deri atëherë. Domethënë kur muzika do të më lë mua, jo unë muzikën. Okej, është interesante, këtë gjë do ta ruajmë, këtë fjalë do ta ruajmë. Sepse edhe politika edhe muzika kanë të bëjnë me publikun. E ke të njëjtin publik. Dhe unë mendoj një artist shumë mund të kontribojë dhe shumë mund të japë nga vetvetja në politikë, sidomos në problematikat që i prekin njerëzit siç janë çështjet sociale, çështjet kulturore e kështu me radhë pra. Po pse edhe me politika të mëdha. Po më tregoje, ke publikun e njëjtë si në këndem ashtu edhe në politikë? Shikoni, kjo është një breng e imja, më ka brengosur. Ose ke ndoshta edhe nga ata që nga publiku në këndem si këngëtare që janë larguar nga ti shkaku i... Jo, nuk do të kisha thënë, unë ende mbaj raporte të mira me njerëzit, qoftë edhe të taborit kundërshtar. Kemi raportet bukura, përshëndetemi, mund të ulemi të pime dhe një kafe, nuk do të kisha dashur asnjëherë që politika të ndikoj në jetën time, të themi profesionale, të muzikës pra. Edhe pse nuk do të kishte dashur të ndodhë kjo, asnjëherë, që një artist të persekutohet përse ka marrë një kahje politike. Ajo është thjesht bindja e tij dhe mendon se ai është opsioni më i mirë. Kjo nuk ka të bëjë as pak me talentin dhe me atë çka i ofron publikut. Domethënë duhet të bëjmë një dallim. Duhet të gjejmë një farë ekuilibri, një balans. Okej. Më trego se si e shet tani skenën muzikore shqiptare që në atë kohë kur ishit edhe ju aktive, ka ndryshuar tani? Goxha ka ndryshuar.
Për të mirë, për të keq, ke kritika? Unë të them të drejtën, nuk më pëlqen as pak, nuk më pëlqen. Ky është mendimi im, nuk do të thotë se çdo kush duhet të pajtohet me këtë mendim. Ka artist të cilët... Nuk të pëlqen për? Nuk më pëlqen, sikur nuk ka shpirt kënga. Nuk ka çka të ofrojë, nuk përcjell një mesazh, nuk tregon asnjë vlerë, vetëm pamje vizuale, do të thënë ajo çka duket, jo ajo çka dëgjohet. Edhe pse kam respekt dhe ka ca këngëtarë të ri të cilët ofrojnë vlera. Nuk do t'i ceki me emra, mi po ka. Dhe të them drejtën, ndonjëherë ulem edhe i dëgjoj, edhe këndoj bashkë me ta. Mirë po, përsëri nuk mund të devijoj nga i stili im. Po më tregoj nga këto këngëtarë të ri, cili është favoriti yt? Favoriti? Yll Limani. Okej. Më pëlqen muzika e tij, është një djalosh tepër pozitiv dhe me një zë fantastik. Ti the që nuk i larguar nga muzika, apo për periudhën që përmirësh edhe me politikë, ndan disa minuta nga dita që të mendosh ndoshta ndonjë këngë të re të sjellësh? Normalisht. Asnjëherë nuk ndahem nga ajo, edhe në momentet më të vështira, edhe në momentet më kritike që i kam ndonjëherë kur përballem me ndonjë problem të ditës, është kënga që më relakson. Është muzika që më sjell atë qetësinë në shpirt. Dhe them drejtën ato momente më kap nostalgjia, dhe them, po ç'mu desht kjo punë tjetër tani? Sa e bukur ishte kjo botë. Më mungon, sepse normalisht nuk kam kohë të mirëm me të siç jam marrë më përpara. Dhe çdo herë kur e gjej momentin, mundohem ta kaloj, duke kënduar diçka ose duke dëgjuar diçka të bukur. Se fundit edhe politikanët më të mëdhenj në botë, në fund të fundit janë njerëz. Edhe ata kanë shpirt dhe ata momentet më të harreshme të jetës së tyre e kalojnë me muzikë. Çdo fest, çdo rast i veçantë në familje, në shoqëri, e kudo që të jetë, shoqërohet çdo herë nga muzika. Do të thënë, është diçka e pandashme. Vendimi yt për politikë, ishte një vendim gjatë kohë që e ke menduar apo erdhi u bë një thirrje e natyrshme? Nuk mund të them se ishte diçka që ndodhi aty për aty. Unë që nga viti 2013 jam pjesë aktive e politikës, mirë po kam qenë më tepër angazhuar në nivel lokal, në Gostivar. Fillimisht kam qenë këshilltare në Këshillin e Komunës për 4 vite mandat, pra aq sa kam pasur, dhe pastaj fillova të angazhohem normalisht përsëri në suaza lokale në degën e partisime. Dhe kjo tani që ndodhi, po mund të them se ndodhi pak si e papritur, sepse ishte një periudhë gjatë Covidit kur unë vendosa të tërhiqem komplet nga ajo. Mirë po, janë ndodhen ca ngjarje në ca rrethana tjera që unë përsëri u kyça dhe ato u kyça tepër thellë, jo të themi pak, po pak si më shumë. Dhe ajo rezultoi në këtë që unë sot jam. Besoni se arti dhe politika mund të bashkëjetojnë? Shikoni, në jetë çdo gjë ka simbiozën e saj. E tani themi politika, po çdo kampanjë politike shoqërohet me muzikë. Çdo emision, çdo temë që trajtohet në televizion, qoftë temë serioze apo pak më relaksuar, çdo herë shoqërohet me muzikë, Mirë po, normalisht politika e ka rëndësinë dhe seriozitetin e saj, ka gjëra të cilat ka problematika, të cilat kërkojnë të qasesh në mënyrë serioze, normalisht, dhe të gjesh zgjidhje. Shteti ynë, populli ynë ka halle të mëdha, dhe normalisht ato probleme dhe ato halle nuk zgjidhen me muzikë, po zgjidhen me punë, zgjidhen. Dhe është mirë që çdo politikan, qoftë unë edhe qoftë dikush tjetër që do të vi pas meje, të mbaj premtimet e tyre. Ne
unë personalisht nuk kam premtuar mrekulli, sepse mrekullit nuk ndodhin shpesh në jetë, po të themi edhe as pak të themi, mirë po ti përmbahemi ca rregullave, ti përmbahemi etikës, ti përmbahemi moralit, ajo është kryesorja. E dim se përvoja jute artistike të ka ndihmuar në komunikimin me njerëzit sot si deputete. Po më trego, po mundesh tani të ruash, të balancosh mënyrën profesionale me atë private, për nga muzika parës që u përgjigje? Është më e vështirë ose më e lehtë? Shikoni, mundohem. Dhe cila është më e vështirë? Të jesh në politikë dhe ta balancosh jetën tënde private dhe profesionale, apo në muzikë? Në politikë, definitivisht, sepse je cak i çdo sulmi që ndodh, çdo veprimi që ti e bën në publik, nuk e di sa jam e qartë, ka kufizime, nuk mund të bësh gjëra që i ke bërë më parë, sepse ti je një shembull për të tjerët dhe dikush tjetër duhet të marrë shembull nga ti. Mirë po, edhe aty mundohem të fus pak me lmesa, sepse nuk shkon çdo herë çdo temë të trajtohet aq seriozisht dhe të bëhet aq tragjike, pa mos pas brenda një dozë me lmese të themi, një dozë lumturie, një dozë hareje, sepse njerëz jemi, gabojmë, mund të gabojmë, mund të përmirësohena, gabimet na bëjnë vigjilent për të tashmen edhe normalisht për të ardhmen. Mirë po definitivisht në politik jeta private edhe ajo politike është vështirë për të balansuar. Mirë po gjendet përsëri një zgjidhje, një formulë, të themi. Saranda, ishte me të vërtet kënaqësi që të kisha sot të ftuar në emisionin tonë Vikend dhe unë po shpresoj që në një të ardhme shumë të shpejt të çohim në skenën muzikore sërish. Definitivisht do të ishte kënaqësia ime më e madhe. Dhe t'ju urojmë suksesa. Faleminderit për hapësirën. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës. Ne tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio.